Instrumenti i rritjes dhe për reforma është i grupuar në dy mënyra, të cilat vinë, njëra është mbështetje buxhetore që shkon direkt në buxhetin e shtetit, buxheti i shtetit i përdor sipas nevojave të tij, dhe pjesa tjetër shkon në instrumentin ai që quhet WBIF në shkurtesë, por që është instrumenti për investime në Ballkanin Perëndimor, në dy modalitete. Pjesa 50% shkon përmes granteve, të cilat nuk kanë nevojë për të paguar, dhe pjesa tjetër është kredi e butë. Dua të theksoj që modaliteti i kredive janë kredi të buta me norma të ulta e interesi dhe Shqipëria do të duhet të fillojë të paguajë në vitin 2036. Le të themi ratën e parë. E të kthehemi tani tek periudha e parë e raportimit, periudha e parë e raportimit e cila u krye në korrik të këtij viti 2025-s, përmban brenda dy periudha. Periudhën e dhjetorit 2024 dhe korriku 2025 dhe Shqipëria arriti të raportojë për 41 masa, ose ato që ne i quajmë masa reformash, hapa reformative, nga të cilat ne thamë 41 i kemi të raportuara, 38 i kemi të plotësuara, dhe në fakt u vlerësuan pozitivisht për plotësimin e plotë të tyre për 21 masa. Kështu që totalisht ne kemi marrë në këtë raund 100 milion euro, të cilat janë të ndarë. 26 milion euro kanë ardhur tashmë, janë në thesarin e shtetit dhe siç e përmenda më parë, do të shkojnë, do të orientohen drejt prioriteteve që qeverisja ka. 28.5 milion do të jenë grante për investime nën kuadrin e WBIF-it dhe 24.6 milion euro janë projekte investuese në format huaj. Nuk duhet të harrojmë dhe faktin që Shqipëria ka marrë dhe transhën e parë të parafinancimit, po, korrekt, në korrik, në shkurt të këtij viti, është 64.5 milion euro, të ndara po sipas formatit që unë shpreha në fillim të intervistës, dhe ky menaxhim do të jetë, pra kemi goxha fonde të cilat na vinë dhe shkojnë si direkt në buxhetin e shtetit, ashtu dhe për grante financimi.